Çka është ventili AGR brese? Shpirtin jetë ma hongër, a mëre veç. Qëllimi i këtij ventili është mi mbajt gazrat e dëmshme sa ma tulta. Një pjesë e gazrave që dalin nga motori kalojnë sparit të AGR kulleri, ky i ftof gazrat edhe ventili AGR i kthen gazrat e ftofta prap motor për me ul temperaturën e djegjes edhe mi reduktu oksidet e azotit që janë gazra dëmshme. Për me kuptu ma lehtë çka bën saktësisht ventili AGR na e demonstron. Teknologja! Po problemi është se pordha në këtë rast përzihet me vaj nga ventilimi i karterit edhe krijon një shtresë me blozë në gjicje, që i bjen si te njerëz kur të mashtrojnë pordhat. U zhyta. Qysh o zhyte? I zhyta, hëngërdreshi. E pa una? Së në mojta. Kjo me ko blokon valvulën, kolektorin edhe flopat e ajrit. Edhe ky problem shfaqet zakonisht në motorat dizel që vozitin shumë lokal, kurse te dizelat që vozitin rrugë gata edhe te benzincat ndodh marrall. Tash a pet shkruan dikush koment që e ka hek edhe AGR-n edhe DPF-n. Ama dine që çdo manipulim i gazrave është i jashtëligjshëm. Me butik si sene këty te Gjermania ose te Zvicra, Bajti 4 vjet burg i kisha hongër. plus edhe me ja hek prap dizelin nuk është për lokal se edhe motori dëmtohet pa jam rri kur temperatura që i dhyn. Edhe mos u prekni që pe jam vuci dizelin, po shkruni tash komente për çfarë arsye vozitni dizela lokal e jo benzinca. Beat.